Shkuar të bëjemi. Nuk ka rësit. Alma Tabiasi, Ariel Massa, Albana Moja, Edmond Kaleni, Elisabeth Twikaj, Arad Zaimi, Enver Zaka, Peter Ha, Lirin Mëllari, Unozat Pysaj, Unozat Zylutari, Unqedet Bipasi, Lun Guri, Skëdilaj Kjauklari, Balbona Gropa. Pletare në sot në prezente të shqiptarë. Qeni të nderuar shqiptarë, nderuar kryetar e bashkisë, në salë janë prezente shqiptarë, por unë jam të shumë për të filluar mbledhjen, ka mbledhjet e grave të hapur. Kalojmë pikën e parë, miratimi i rendit të ditës, sipas njoftimi të bërë me shkresë numër 21 protokoll të datës 17/07/2026. Kalojmë pikën e parë, pra miratimi i rendit të ditës. Ju lutem, deklaroni votat për miratimin e rendit të ditës. Dhe votat për. Kalojmë pikën e dytë, deklarimet e konfliktit të interesave. Për çështë që do të bëhen në shkrim as nga altar të Këshillit të Bashkuar të Interesave. Faleminderit. Kalojmë pikën 3, vendim për miratimin e planit vendor të parasisë gjinore 2026-2028, Bashkia Sirapar. Fjala për kryetar e Bashkisë Zonjës Solian Sodeu. Nderuar kryetar e Këshillit, nderuar shqiptar. Qesin sot të reagimi parë se fillon nga redakcioni dua të qenë transparente dhe për të informuar dhe ju që këmbë dhe jashtrave të miratimin e këtyre planeve sot bëhet për arsye se për të vitin vit radhazi, Ministria e Pushtetit Vendor së bashku me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave kanë nxjerrë një udhëzim të përbashkët ku kanë hapur një thirrje për aplikim grant për performancë. Bazuar në këtë udhëzim, janë disa komponentë, janë kriteret për aplikim, janë ndarë në dy komponente. Komponentin e parë që janë planet vendor në të cilat është plani arsimi para universitar dhe plani parasisë gjinore. Dhe komponenti i dytë janë disa kriteret të tjera që plotësohen nga stafi i bashkisë në bazë të performancës vjetore. Për këtë arsye, ishte afati shumë i limituar, sepse data 24 shënon edhe afatin e fundit të aplikimit për grantin e performancës, ndaj edhe ne sot paraqesim për miratim planet. Bazës ligjore unë nuk poj kemi mbi relacione përpara këqit, argumentimin projektit. Parazia gjinore është një parim themelor për shëndimin e shëndrueshmërisë sociale, ekonomike dhe institucionale të komunitetit. Garantimi i mundësive të barabarta për gratë dhe burrat, vajzat e djemtë, të bërë një detyrim ligjor dhe një prioritet të rëndësishëm të qeverisë vendore, me qëllim krijimin e një shoqërie më gjithëpërfshirëse dhe më të vërtetë. Në këtë kuadër, kryetari të bashkisë u ngrit një grup pune, i cili në bashkëpunim dhe me institucionet e tjera vendor për marrjen e informacionit me gjendjen civile, me ndërtimin e taksave, me zgjidhjen e punës, që konstituar në një draft plan. Më pas ky draft plani në shtrua edhe konsultimin publik, në të cilën disa prej jush kanë qenë prezent. Të kaloj të qëllimi dhe vizionin apo të kaloj të gjitha aplikatë të bërëmia? Vizioni ishë e tira në të gjithë, të pike një pjesë qëllare në që të gjithë. Po ka të vizioni të objektivat strategjike. Një bashki gjithëpërfshirëse, ku gratë dhe burrat kanë mundësi të drejta dhe trajtim të barabartë në të gjitha fushat e jetës. Ku synon të ndërtojnë një komunitet, ku barazia gjinore është një drejtë themellore e qeverisë vendore dhe ku çdo grua, burr, vajzë dhe djalë ka mundësi të barabarta për zhvillim personal, arsimor, ekonomik dhe social. Ky vizion mbështetet në krijimin e një mjedisi ku gratë dhe burrat trajtohen në mënyrë të barabartë dhe kanë akses të njëjtë në mundësi, burime dhe shërbime. Gratë dhe vajzat frizohen përmes punësimit, studimit të aftësive si përmarrjes dhe përfshirjes ekonomike. Gratë marrin pjesë në mënyrë aktive dhe të barabartë në vendimarrjen e jetës publike dhe në proceset komunitare. Vajzat dhe djemtë kanë mundësi të barabarta në arsim, studim profesional,
Qyteti është i sigurt, gjithëpërfshirës dhe i lirë nga diskriminimi, stereotipe gjinore dhe dhuna me bazë gjinore. Objektivi strategjik, fuqëzimi ekonomik i grave dhe vajzave. Kaloj cifrita, po ju pjesë dhe njerë, një pjesë në ishim në të gjesë publike, ju të tjere të keni lexuar, keni një informatë, duke se ishë dhe tipu. Po mos u vitorë, që se ke për t'i ku ishte. Që se të ta të gjështë të ta të gjëju. Objektivi strategjik, fuqëzimi ekonomik i grave dhe vajzave. Fuqëzimi ekonomik i grave është nga elementet kryesor për arritjen e barazisë gjinore dhe për zhvillimin e shëndetshëm të komunitetit. Gratë, veçanërisht në zona rurale, shpesh përballen me barriera në aksesin ndaj punësimit, burimeve financiare, trajnimeve profesionale dhe mundësive për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme. Në trotuare, Bashkia Skapar synon të krijojë dhe të mbështesë mundësi që kontribuojnë në rritjen e autonomisë ekonomike të grave dhe vajzave, duke promovuar pjesëmarrjen e tyre aktive në trepin e punës dhe në zhvillimin ekonomik lokal. Ndërhyrjet do të fokusohen në mbështetjen e grave për akses më të mirë në mundësi punësimi, promovimin sipërmarrjes së grave dhe aktiviteteve ekonomike familjare, zhvillimin e aftësive profesionale përmes trajnimeve dhe programeve të zhvillimit, nxitjen e përfshirjes së grave në sektorët me potencial ekonomik lokal si bujqësia dhe turizmi rural dhe shërbimet, promovimin e informacionit për programet mbështetje dhe mundësi financiare. Arritja e këtij objektivi do të kontribuojë në rritjen e pavarësisë ekonomike të grave, përmirësimin e mbështetjes së familjeve dhe forcimin e rollit të grave në zhvillimin ekonomik të komunitetit. Parandalimin dhe eliminimin i punës me bazë gjinore. Dhuna me bazë gjinore përbën një pjesë serioze për barazim për të dhënë drejtat themelore të grave dhe vajzave. Bashkia Skapar synon forcimin e mekanizmave vendore për parandalimin, identifikimin, referimin dhe trajtimin e rasteve të punës. Ndërhyrjet kryesore do të fokusohen në forcimin e mekanizmit të koordinuar të referimit, rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional, ndërgjegjësimin e komunitetit për parandalimin dhe raportimin e punës, përmirësimin e mbështetjes për viktimat dhe të mbijetuarat. Ky objektiv synon krijimin e një komuniteti më të sigurt dhe reduktimin e rasteve të punës me bazë gjinore. Rritja e pjesëmarrjes së grave në vendimarrje dhe jetën publike. Pjesëmarrja e barabartë e grave dhe burrave në vendimarrje është një element i rëndësishëm i qeverisë së gjithëpërfshirëse. Bashkia Skapar synon të rrisë përfshirjen e grave dhe vajzave në procesin publik dhe komunitar. Ndërhyrjet do të përfshijnë promovimin e pjesëmarrjes së grave në konsultime publike, mbështetjen e përfshirjes në strukturat komunitare, nxitjen e leadershipit dhe aktivizimin qytetar të grave. Ky objektiv synon rritjen e përfaqësimit dhe ndikimit të grave në jetën publike vendore. Përmirësimi i shërbimeve sociale për gratë, burra, vajza dhe djemtë. Akses të barabartë në shërbime sociale është një element themelor i barazisë gjinore. Bashkia Skapar synon përmirësimin e aksesit dhe cilësisë së shërbimeve për qytetarët, veçanërisht në grupet vulnerabile. Ndërhyrjet do të fokusohen në mbështetjen e grave dhe familjeve në nevojë, identifikimin e nevojave specifike gjinore, rritjen e informimit dhe aksesit në shërbime, forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional, promovimin e barazisë gjinore në arsim. Arsimi është një faktor i rëndësishëm për kufizimin dhe krijimin e mundësive të barabarta. Bashkia Skapar synon të mbështesë vajzat e djemtë për një arsimim pa barriera dhe stereotipe gjinore. Ndërhyrjet do të përfshijnë mbështetjen e lidhshmërisë në arsim, promovimin e barazisë gjinore në institucionet arsimore, ndërgjegjësimin për respektin dhe gjithëpërfshirjen, adresimin e faktorëve që ndikojnë në braktisjen shkollore. Buxhetimi i afatmesëm dhe financimi. Ndërhyrjet e propozuara në planin e barazisë gjinore të Bashkisë Skapar 2022-2025 janë të lidhura me programin buxhetor afatmesëm 2023-2028 të Bashkisë dhe do të integrohen në programet e diskuse buxhetore që lidhen me shërbimet sociale, arsimin, zhvillimin ekonomik vendor dhe funksionimin institucional. Financimi i masave të planit do të kumulohet përmes buxhetit të Bashkisë dhe transfertave nga buxheti i shtetit të parashikuara në programin 2025, fondeve sektoriale për shërbimet sociale, mbrojtjen sociale, punësimin dhe arsimin. Burime të tjera financimi përfshin projekte kombëtare, programe bashkimit evropian dhe donatorë dhe partnerë të tjerë. Për shkak të kufizimeve dhe burimeve financiare dhe prioritetet të Bashkisë, ndërhyrjet e planit do të klasifikohen nga ndërhyrje prioritare, që lidhen me mbrojtjen nga dhuna me bazë gjinore, shërbimet sociale dhe mbështetjen e kategorive vulnerabël, ndërhyrje të rëndësishme, që lidhen me kufizimin ekonomik të grave, punësimin, sipërmarrjen, edukimin dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje,
thamë sipër, parashitet për shkëtim dhe miratim projektakti për miratimin e planit vendor për artificialore 2020-2025 pas tekstit bashkëpunëtor. Ata shumë edhe kuptohet dhe s'kuptohet. Po ata komunistët e parë thanë, ta bëjmë si duan e mundi me të drejtë të barabartë. Nuk e të barabartë. Po të shikosh punojësi, ka më shumë punojësi zemra se sa burra. Po të shikosh. Unë nuk e di ku janë të presupuar të brapë. Të tjetërën barazi gjinore se. Si se kuptohet? Barazi gjinore. Kur më shumë ka gra aty se sa burra. Tani të presupuar ose të janë burra, se janë më pak. Te barazi gjinore se kuptohet. Çdo sot kjo. Po frido, o mishe, unë së të duhe kur. Andaj, që shkjo dhe nga? Kjo e gjithë do të diskutua dhe në konsultim publik dhe drejtuesit e institucioneve të nashkëmije që të shumë kemi gramën në institucione së sa. Se me ka inciti? Ka inciti. Në që kontekst me? Po se kuptoj do të që gjithë barazi gjinore. Të tërë unë e di se jemi të barabartë. Si grua e dhe burë. Të barabartë. Sot. Jo në çdo shoqëri. Në klasë për që i kemi kupa. Okej, në rregull, por nëse i hyj të thellë dhe do të shikosh, ne kemi plot banorë në persona malore të cilët nuk e dinë fare trazitinore, right beyond jetën e ushtruar. Se s'ki një punoni i kemi të drejta në shatë më të ne. Ne kemi të drejta të plani, do të kemi një rëfys për plani, tani për të bijuar më shumë. Po e kam luat se mos jeti flamu një period. Këto e shala filmu. Flamu një period, jo, s'ka spese. Jo, se mos, ala, Jo, nga të poni njeti, tu bësaj se... Jo, të plani dhe fara, jo, është për të drejta të barabarta. Unë e di se janë të barabartë. Edhe janë vërtet të barabartë. E po që shikosh, punës më shumë janë në në teme. Karuar parazitët dhe edhe të bëjmë të pamundurën që të barazojmë atje ku kemi diskriminim. Ka vetëm në këtë kontekst. Jo, sa të ku të Në orari që janë shumë edhe mundet. pa të një bëmë më miratua dhe lamë, shumë me këtu. Jo, nuk ka lidhje, ky është plani i bashkisë është për ne, nuk ka lidhje fare me atë kontekst. Në sa për financat, shumë bukur është të financoni atje, këtë shërbime të mirë, të mos në mungoj asë një mjetë pune. Shumë i dhe. A ka njëse edhe i do karoja të Ylberi, dhe ka me vete. Nuk ka lidhje kjo gjë fare. Absolutisht nuk. A me dhashtë se ka kuptuar. Jo, Jo, se nuk ka lidhje me atë pjesë. shiko, se të nuk ka të drejtë, se sa më takon aty mua, qaj kini këto juve, që shkëvazje gjinore që për juore, tash në kuptim titër, jo në të që kuptoni juve. Pra ndaj, mos u kryqëtoni. Unë thëjnë burin dhe duhe të kemë drejta barabartë. Kjo të ishë shprejë me bukur. E citova, edhe djalit e vajza me të drejta të barabarta, e lexova në shumë në objektiva, në vizion, në gjithë çka, nuk ka lidhje fare me Ylberin. Jo nëse për Ylberin e kam të gjimnazit, i një të razë dhe ka në Ylberin. Pa i vesime. I di kush. I kam drejtë bërë. Kush? Kush? Nuk e kam të një miqe. Më thëmë nga kush. Ka një rastës sporadike do ketë. Ate ku mungon informacioni, ate ku mungon... Ati për e shumë papirë të dhe të rejtë, vërë. Por nuk ka nuk jetë një zonë. Ndërsa për sa i përket buxhetimit të më korrigjoj Lilia, me që në buxhetin e këtij viti kemi parashikuar në fond prej 500.000 lekë të reja. Për fuqizimin e grave kemi një projekt të përbashkët që nuk e kemi finalizuar. Qa do kemi fika, sopata, në Kemi për projekte, për planime, për gratë, për krijuar shqyrmarje për funksion të turizmit. Ka ky diskutime të Ja, dhe burri me drejta barabartë. Dhe burri me drejta barabartë. Barazi gjinore dhe duke shumë pak, është të më barabartë. Janë keq kuptuar njerëzit, jo barazë gjinore. Të mi që ka, ose të mi të të me mund sa shumë mirë. Mi që ato se mira nuk kohë në të drejtë. Në sa se kuptoj.
Se kisha bërë gati këtë. Kalojmë pikën 4. Unë sjarova. Po, kalojmë pikën 4 për vendim për miratimin e planit vendor të arsimit parauniversitar 2027-2029 Bashkia Skrapar. Ndryshe nga plani parazicionore që u hartua vetëm nga një grup pune dhe bashkëpunë me institucionet vendore, plani i arsimit parauniversitar të Bashkisë Skrapar u realizua nga asistenca e shoqatës kombëtare të bashkive dhe veçanërisht nga asistenca shumë e madhe e zonës Volkan Mandeti. Ajo na ka suportuar në arkimin e këtij trafikani dhe jemi minjos dhe falenderuese se kemi bërë një plan në rekord me të gjitha komponentët që ka një plan. Arsimi parauniversitar përbën nga shërbimet publike më të rëndësishme dhe njëkohësisht nga investimet më të vlefshme afatgjata për zhvillimin e komunitetit të Bashkisë Skrapar. Territori i gjerë kryesisht rural dhe malor i Bashkisë i shtrirë në 9 njësi administrative dhe qytetin e Çoravotës. Në përbërje të së cilëve janë 103 fshatra me një popullsi për 10.750 banorë sipas censit të popullsisë dhe banesave në 2023, kërkon një planifikim vendor të qartë dhe afatgjat të shërbimit arsimor, i cili të bazohet në dhëna konkrete dhe jo në vlerësime të përgjithshme. Deri më tani, nevojat e shkollave e kopshteve të Bashkisë janë përjetuar kryesisht në mënyrë të pjesshme dhe rast pas rasti. Ka një dokument vetëm orientues që të ligjënie faktike të infrastrukturës, sigurisë, pajisjeve dhe shërbimeve mbështetëse me buxhetin vendor dhe programin buxhetimit të afatesave. Kjo mungesë e një instrumenti planifikimi ka vështirësuar prioritarizimin e ndërhyrjeve dhe raportimin e qartë drejtshmit bashkëtar të komunitetit. Për këto arsye, në urdhër të kryetarit të Bashkisë, për ngritjen e grupit të punës për hartimin e planit vendor Skrapar, sikurse e përmenda dhe me mbështetjen e zonës Volkan Mandeti, në bashkëpunim me zyrët vendore arsimore, institucionet arsimore, shërbimi social dhe njësi për mbrojtjen e fëmijës kanë të marrë hartimin e planit vendor të arsimit parauniversitar. Plani synon t'i japë Bashkisë një bazë të qëndrueshme për vendimmarrje, buxhetim dhe ndërhyrje të prioritarizuara në poshte e shkolla, në përputhje me kompetencat që i njeh ligji, njësive të veçërisë vendore. Po kaloj procesin e hartimit pak a shumë me përmendje që mos kaloj të përmbajtja e planit. Plani i vendosur për shkëlqim përpara arsimit bashkiak përfshin të tjera: profilin administrativ, demografik dhe social të Bashkisë Skrapar, kuadrin ligjor dhe institucional që rregullon arsimin parashkollor bazë dhe mesëm, si dhe përgjegjësitë e njësive të veçërisë vendore. Analizën e shërbimit të arsimit parashkollor, poshte dhe grupet parashkollore në 93 fëmijë të regjistruar në poshte profesore, dhe të arsimit bazë të mesëm dhe 35 institucione shërbime arsimore dhe rreth 730 nxënës, rreth të cilëve 490 në arsimin bazë dhe rreth 220 në gjimnazin Rami Zarati. Përfshirë arsimin me kohë të pjesshme. Analizën sipas njësive administrative që identifikon veçoritë dhe nevojat specifike të secilës zonë. Rolin e qendrës kulturore të fëmijëve me Lesa Radeka në zhvillimin artistik, kulturor, sportiv dhe social të fëmijëve. Prioritarizimin e ndërhyrjeve në kopshte e shkolla sipas kritereve të urgjencës, sigurisë, higjienës, aksesit dhe numrit të përfituesve. Vizioni, qëllime strategjike, objektiva dhe rezultatet e pritshme të planit. Planin e veprimit 2027-2029 me planin e investimeve kapitale. Mekanizmat e monitorimit, vlerësimit, rishikimit dhe raportit vjetor të Këshillit Bashkiak. Vizioni dhe objektiva strategjike. Plani synon që deri në fund të periudhës së zbatimit 2027-2029, Bashkia Skrapar do të realizojë përmirësim të dukshëm të kushteve të infrastrukturës dhe higjienës në kopshte, shkolla dhe konflikt, pajisje më të mira didaktike dhe etik, mbështetje më të strukturuar për fëmijët dhe nxënësit nga grupet vulnerabël, një shërbim transporti e konflikti më të monitoruar të lidhur me nevojat reale, dhëna më të sakta të planifikim me raportim, si dhe një bashkëpunim më të fortë përmjet Bashkisë, SPAS, institucioneve arsimore, shërbimit social dhe kulturor. Në funksion të këtij vizioni, plani ndërton 5 qëllime strategjike. 1. Përmirësimi i kushteve fizike, sigurisë dhe higjienës në kopshtet e shkolla. 2. Rritja e aksesit dhe gjithëpërfshirjes në arsimin parauniversitar. 3. Përmirësimi i cilësisë së mjedisit edukativ dhe mbështetjes së përgjithshmërisë. 4. Forcimi i menaxhimit vendor të dhënave dhe pjesëmarrjes komunitare. Dhe 5. Forcimi i rolit të qendrës kulturore të fëmijëve me Lesa Radeka në zhvillimin artistik, kulturor, sportiv dhe social të fëmijëve. Për secilin qëllim janë të caktuar
Budgetja fatmesër dhe financimi. Ndërhyrjet e propozuara në plan janë lidhur drejt për drejt me programin buxhetor afatmesëm për datë 2007-2009 të Bashkisë Shqiptare. Financimi i shërbimit të arsimit parauniversitar mbulohet nëpërmjet dy programeve kryesore buxhetore. Arsimi bazë, përfshirë arsimi parashkollor dhe arsimi mesim i përgjithshëm dhe përfshin ndërhyrat kryesore pagrat e sigurimet të personelit sipas funksioneve të përcaktuara, shpenzimet operative të funksionimit të institucioneve, mbajtjen e molimave, energjinë, ujin dhe ngrohjen, higjienën dhe dezinfektimin, materialet didaktik, transportin e zonës dhe funksionimin e konfliktit dhe investimet kapitale. Financimi i planit bazohet në mundimet e mëposhme, të ardhurat e bashkisë dhe transfertat e pashkëputuara nga buxheti i shtetit, të planifikuara në programin 2027-2029 dhe në buxhetin vjetor të katës, transferta specifike sektoriale për arsimin parauniversitar sipas legislacionit të fuqit dhe burime të tjera të mundshme financimi. Përfshirë bashkëpunimin të donatorë, programe kombëtar të shtetet e partnerë të tjerë vendore ndërkombëtar, aty ku këto mundësi identifikohen gjatë. Duke qenë se pjesa më e madhe e fondeve buxhetore për arsim lidhet me shpenzimet të detyrueshme, paga dhe sigurime, plani i veprimit i klasifikon ndërhyrjet në ndërhyrje emergjente, ndërhyrje të rëndësishme dhe ndërhyrje zhvillimore. Në mënyrë që burimet e disponueshme të përshëndrohen fillimisht te nevojat e ndihmit më të drejtë për drejtë në sigurimin dhe funksionimin bazë të kodësve shkollare. Ndarja e detajuar e zërave buxhetore sipas viteve, institucioneve dhe nevojave të ndërhyrjes paraqitet në tabelat financiare bashkëpunimi të planit dhe do të pasurohet çdo vit në këtë buxhetin dhe në programin e bashkisë sipas veçorisë së menaxhimit të partijës. Në këtë kuadër të transparencës dhe fiskales qytetare për arkimin e planit, në datën 16 u zhvillua buxheta publike në objekt diskutimi të anëtarëve të arsimit parauniversitar, pjesës së cilës ishin edhe disa prejush. Ishin drejtues dhe mësues të gjitha niveleve të arsimit shqiptar, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të këshillave të prindërve, mësues të shkollës dhe qytetarë. Propozimet dhe vendimet e pjesëmarrësve në këtë proces janë pasqyruar në proces verbal të taktës. Për sa më sipër, paraqitet përshkrutim deklarativ dhe taktik për miratimin e planit vendor të arsimit parauniversitar, sipas tekstit bashkëpunëtor, me qëllim sigurimin e një kuadri të qartë, planifikimin dhe zhvillimin të arsimit parauniversitar në nivel vendor. Faleminderit për to. Dhe dëgjova me vëmendje se mikin dhe të gjithë këto që është bërë janë shumë dakord, të gjitha gjërat që kemi bërë, por ajo që më shqetëson mua më shumë është që a do kemi fëmijë në vazhdim dhe çfarë politika është ne duhet të merremi më shumë me si të kthejmë rinin në skrapar, të bëjmë fëmijë rinia dhe të kemi këto që t'i zbatojmë, se do i bëni këto dhe s'do kemi fëmijë. Që me thënë, jemi marrë me këto gjëra që ju shumë bukur i keni bërë edhe pa u marrë me këto. I keni bërë, i keni shumë në rregull, nuk pa shumë një gjë të re, të ky muhabet me fjalë që nuk di çfarë është bërë. S'është bërë ju i keni bërë, vit për vit i bërë. Edhe i keni shumë mirë, jeni model për institucionet që keni, si shkolla, se ka më keqë në rrethet e tjera, ne si skrapare kemi neve i ato pastërtinë dhe ato rregullin e kemi goxha në djeni. Problemi që më shqetëson mua është kur gjen që çfarë do bëhet në një thithje rinije, jo se ti nesër do ke shkolla, po do i kesh bosh. Që sa të karë në nxenë, 200 veta gjimnazi. Kur viti parë më ishte 500 veta. E ne gëzojmi me 90 fëmijë që... Viti parë me 4 klasa, me nga 30 vetë. Po, problemi urgjent, çfarë ka problemi urgjent për mua? Se bëm edhe një trajnim me Elsën që e kemi bërë. Trajnim është që ne si këshilltar duhet të kemi gjërat prioritare këtu që do bëhen, nuk çfarë na sillni ju. Unë dua prioritare, diçka është në këtë qytet, pak a shumë turizmi, po ecën. Po jemi në një thik me dy presa, që shumë ja po të pyesësh, ja kuptojmë atë trajnim që do bëjmë me këto që ka menduar, ti ke një gabim të madh që turistët po të vinë nga Prishta, po të vinë nga Përmeti dhe po të ngelen rrugëve me karoteza, me fëmijë të vegjël, që ata
shkati, dy shaka, prishtën edhe atë sevrani. Me rrugë betoni, unë nuk do rishtë së themi, sepse është urgjente këtë gjë. është urgjente. Asë të qoni në përmend këtë gjë. Jo, nuk e qonë, se shumë më shprejnë. Ajo, e para është fatë që politika është politika, por nuk janë politika që i do në kushte vendore të marë. Patjetër që kanë ndikimin e vetë, po janë më shumë politika që vendore. Ndërsa përsa i përket numrit që është në ullje, ne këtë e diskutuam edhe në dëgjesin publike, dhe e dim shumë mirë si po shkon situata një nga drejtësit e shkollave dhe tha shumë mirë që për pak vite ne do kemi një shkollë të veçare dhe jo dy. Dhe kontinë se do ajo çka lidhje që po vërë ka lidhje, sepse në që se do i vezoni në shkollat siç janë tani, nuk janë vlerë se do jenë bosh. Nuk ka investime po të hysh në detaje në plan, nuk ka investime. Ato çka kërkohet sepse në shkollat në qytet ku është përshënduar dhe unë jemi nga akuzatëve, nuk është se i kemi në gjendje si kurse ju e fat janë në gjendje të mirë, në akceptojnë disa gjëra të vogla që jemi të jemi. Për shkollat në përqisha, to janë alarmante, si me tanë, sepse dhe cilësia e ofrimit të shërbimit të arsimit. Nga ana mësimore, edhe mësimdhënia, edhe nga ana e kushteve në për të dëshiruar. Dhe ajo çka është planifikuar në këtë plan është fuqizimin e papirëve të komitit të shkollës. Së mes në shfar të kreditije, po ai është komit i të gjitha shkollave. Dhe ndërtesa më e mirë, Po mirë është. dhe tëra parametre. Ndërtesa më e mirë. Shërbim që u bë dhe në konsultim publik, i cili është pasuruar edhe në planin prezantar, është që ndoshta një grup pune i përdashur në mjet zyrës vendore arsimore, bashkisë të jore të taksus të Këshillit Bashkiak, informimin e prindërve në për zonat rurale, të ekzistencës së konfliktit të kushteve, në mënyrë që më mirë të sjellin fëmijët e tyre, e kuptojmë që ka vështirësitë e veta se nuk e detyron dot. Po më mirë ta sjellin në konflikt atë arsim që e merr cilësor, sesa ta marrë aty në fshat një mësues me 3 nxënës, një klasë e parë, një klasë e 8 dhe një klasë e 6, dhe shumë. Ndërsa për pjesët e tjera, për pjesët e Se po rezikojmë të ikim edhe si bashkia në salajme që po nga qmenë një fare, që do të shkojmë në Berati, dhe atëri, kjo është, të ka pranë në shme fare, do të të gjajë, si vërtet që kjo është një periud historike për ka qenë në kjo që absolutisht jo. Dhe po të një, se nuk, se po të spure kam, jam edhe që ke egoiste të kjo pise turisme, se me thonë kam ngritë dhe unë bitë shkakë. Po nuk e kam vetëm për vetë. E kam një gjë, është një gjë është turpë ose torturë, të patën 3 raste që ka ta mu. Me fëmijë të vegjël nuk mund të vinë dot. Edhe ka bëra mundimi fara se me politika e kisha të merë vetë që diqë. E bëra se me digjuna, edhe s'ka falë. E qonë Google Maps, na prishta të vinë në Qorokot që është katastrofë. është shumë problem, sepse Ose në tabela, edhe hyrja jo tabelta atje, por Google Maps është një problem që të tyria i ndirë nga rruga e tjetër. Edhe analizisht kërkesës që i kemi bërë Google Për të mos dhe shketi jo këtu më dhe se dhe jo këtu binde një aty dhe këtë ja ka tabela jo atje. Janë dhe burë të ndej që nëse për të jemi përvejë, se unë vitë atje në dëgjitën e reforma territoriale. Këto më veti se s'ka paruar të vitë dhe nuk e di, po që është më tepër për imazh, sepse do na shumëzojnë me zero dhe këtë pak gjegje dhe janë përmësuar edhe për gjatë të linë. Se më shikoj me këto gomonet e me këto, ose me ato restorantit, anës kompostë. Në një shabë, në sa shabë, Shumë letësore të pashkje për konsumatë të izë, nuk të hasi në përgjeve në nëroje, Se të nërë që kanë qanë konë diçka, edhe e që shritë të merën e parë që të marrin lekët edhe atyre se po fitojnë, edhe neve që po fitojnë dhe shpi. Ti merë neve, ato që qaj ka konë me atua nuk ka këtë fiskale. Të gjitha
Zonja Neri, çdo gjë është llogaritë. Shpërberja e komunitetit. Çdo gjë, edhe bashkia, mos sot nesër, nuk do ta bësh. Po ti që futi që është krye të Shqipërisë. Është armiku i popullit. Legja e sigurt nuk është shqiptar. Çdo gjë është bërë e qëllishme. Jo pa qëllim nuk doktorët gjatë, për shkak që njerëzit mos u afrojnë shërbimit dhe të ikin. Janë ndërtim pa biro. Është çdo gjë, çdo gjë është e qëllishme. Çdo gjë është anti-shqiptare. Ndryshoj prioritetin e Çdo gjë është anti-shqiptare. Nuk e Liri nuk e përdorë, Liri. Mund keni në dorë të ndryshoni prioritetin që ka administrata kundrejt gjërave prioritare. Ne do falenderojmë atë popull që ka dalë shesh, se ti nuk do ishte bashkim masiv. Hajde të bashkëpunojmë që ne si këshilli të sillim shqetësimin e qytetarëve. Çfarë është prioritet me fjalë më shumë? Liri, mos kishte dalë ai popull në shesh, ti mbasi viti nuk do ishte bashkim. Ka dalë ai edhe me vendor. Doli Evropa, se Evropa i ka futur, se s'ka dhënë tek njeri, se i ka parë se çka ka bërë. Këta e dinë ata, ne nuk dimë asgjë. Po mos e bëjmë falenderojmë një Ne madhe se vim dot në Evropa, që po të... Po jo, kjo është. Që kemi në dorë ne, Po çka kemi në dorë, asgjë s'e bërë. Ne si kështu kemi në dorë. Ne çka kemi në dorë, ja për diskutime civile. Po ndryshoj prioriteti. Do të jetë të diskutime për mbledhjen e muajit se do të mbledh për ditës se mbledhja e zhradë dhe politika e caktuar frymëzohuni për datën 30. Datën 30. Datën 30 për dhënien e aktit. Ju të tani kalojmë në rutinë planin për arsimin nga universitari. Po inshallah nuk na i heqin, po do kur Te kalojmë po atë. inshallah nuk na i heqin. Faleminderit kryetare. Faleminderit të shqiptarëve që ishin prezent. Datën 30 lutem mos mungoni për mbledhjen e muajit. Zoni dhe Hejdo. Do pish një gjë. Fatore, avete qui? Kemi në më. Perché te fai di So, hape. Gjojë në vrema, që se ti? Ai nuk mungon, kemi për të mëra. Po vema tjetër. Po do të Krisa sa mungojnë të drejtat e vetjavim në rëndësim shumë të gjëra të gjithë. Se në rejtim. Po e të dhe më të bërë. Ne të mira të dike si një që kejtë në shpuri në teko. Të gjeni që shotur prova me mendimin që ti... Liri, që se marrë libri? E do ta marrë. Ujë djeli. Se po i? Po po si mi pa. Jam... Ne, e se gjeni gjera të lagja.